Me më rajt nuk është fair. Ana po të kujt fona, thash. Kam faqe. Na kanë thonë komunës, por s'ne ka çuar ajo. Po ty ata ka pagu liki, tash për çka po do më nxjerr porë pi komunës te? Jo, gjëç. Ku jeni tu flak ti me familje? Për momentin jena në motel. Ata na kanë, domethënë na kanë dërguar aty, kanë thonë që komuna mirret me juve, komuna e pagun, tash nuk di. Ndryshe shumë kesh po vjen me na I hup edhe nerën se e kena bo veç për me bo mirë. Ose nëse del kjo fjalë që Parizi më ka çu pa parat komunës në çan. Është ta pret me nxjerr ndaj sem pi komunë ndaj sem. Gazetarët janë për të vërtetën si dhe për qytetarët kur atyre ju bëhet ndonjë padrejtësi. Para një muaji kam qenë këtu në Kuzmin, ku e kam taku Selimin bashkë me familjen e tij, të cilët kam pësu mjaft shumë prej vërshimeve. Me që rast, komuna familjet e prekura I ka dërguar që të shndrojnë për rreth një muaj në një motel këtu në Fushë Kosovë. Dje, gjatë një bisede telefonike me Selimin, ai më njoftoi në telefon se komuna nuk e ka bërë asnjë pagesë, me që rast, ai ka paguar me parë borxh nga xhepi I tij. Mirë po, pas verifikimit që ka bërë reporteri, e vërteta del që të jetë krejt ndryshe. Selimi na ka gënyer, por pse e çka e detyroi atë ta bëj këtë, dishni historien. Unë akun se na punojmë aty. Po. Na kemi në ndërtim të natës. Edhe tha vish mos të ceken aty që kena marrë pagesë. Ai të kupton. E pse? Se pagesë domethënë nuk është pagesa ja. Se na me punë, a dhe na me thonë me punë edhe kemi shfuzuar rastin aty. Domethënë një zbatut ja, mos me të paguaj ty me rrugë. E tash nëse tash ta fjalë dalën këto që I kam dhënë në para që komuna s'pi çon parat. Ose nëse del kjo fjalë që Parizi më ka çu pa parat komuna s'ten çon. Pa I bjen ti tani Selem që më ka rrajt mua? Jo, nuk I bjen që të kom rrajtën në tyje. Po domethënë me lën kështu të shkurt. Me thonë domethënë Parizi na ka çu pa parë. Komuna s'ka pagu. Është e vërtetë ajo punë. E bërë, ku ke hinte? Edhe I mora të baballokë çuva për mja çua që tha jo, tha s'ka nevojë ta të na çushtet. Ama jo, se ti më thë ndryshe Selem, ti më thë 3 ditë para se me dal pi atyit, motelit mi kanë lyp parët. Po, edhe na kanë thonë me lçue dhoma, se kesh kallabllak në dhoma, edhe na duke për me lçu dhomën. Edhe na tani kemi lçu dhomën edhe kur shkova për mja çu parët aty tha jo, tha para s'ka nevojë. Po që apo bjen që më ka rrajt mua Selem. Po na shti. Se unë nuk e di tash shkoj këtë sene. Sonë me rrën nuk e kam atë punë, apo den. Edhe s'kam nevojë me të rrejt. Arsye s'kërkonin. Kur folëm në telefon, ti më the Leonor. Unë 3 ditë para se me dal pi aty, mi ka lyp parët, edhe kum hi borxh te babgjyshit e ajo, edhe ja kum pagu. Të pyeta Selem, ai si ka pagu komuna, më the jo. Edhe unë thash qysh me parë tua ke paguar, më the po. Po tash ai ki mu zbatu as ki mu zbatu. Jo, s'ku mu zbatu kur gjë. Po apo thutin rrugë, a më thën rrugë. Jo, neve na ka thonë një muj ditë ki çështot. Rre një muj ditë, domethënë 3 ditë për pa u bë muji. Or shefi I madh, Selim tha do të më çu dhoma, tha se peshe tha se s'ka dhoma. Po. Edhe I thash okay, thash se shtëpinë jam të rregulluar, në veç jesh ato tu e përfundu, tu I shtruane. Edhe thash okay, s'ka problem me lshej. E çka për çka po do më nxjerr parë pi komunës te Selem? Ja, që na kanë thonë për një muj të jeja nuk kanë. Ky është një kësaj. Po? Na kanë thonë komunas, por s'ne ka çu ala. Për çka komuna të ka thonë? Për një muj ditë qera. Po ty ata ka pagu liki, tash për çka po do më nxjerr parë pi komunës te? Jo, kur gjëç, nëse bëhet, nëse s'bëhet, kur çu kujna ja. Po dhe zoti tani pi bjen tani me vjedh komunën kush ti merr. Se ty me ty për shembull liki, çu shpi thuti se s'pja di emrin, liki pas ka hinë se vop, ka dosh me bë mirë. Ç'është është? E ti po do më marr parë pi komunës sa? Asnjëherë. Jo s'kam nevojë më marr parë pi komunës. E tash apo do më prononcuti se unë u shqetësova shumë për ty. Për ty e për gruan e për djalin e. Faleminderit shumë për teje, domethënë këtë në rregull është tema. Domethënë ti pas ke dosh vesh me nxjerr parë pi komunës, Selem, që u dëshprova në këtë rast, se unë u shqetësova për juve, sikur për këtë familjet që shqetësona që janë në hall, e kanë derte, ama po më vi ka keq në këtë rast, që me para që më ka rrajt, më fal që po drejtona kështu, e dyta që ke këshir me nxjerr pi komunës, kur ty motelin e pas ke pas një muj ditë fri. Apo kupton se tani kjo është keq përdorim. Ç'është tash? Nuk e kam ditën që është frej. Ti e ke ditë me qenë se 3 ditë përpara ty të pas ka thonë Liroma e keni fri, apo kupton? Tash çysh se ke ditë. U dosh me më kallzu ferm me mua, apo kupton? Se kur gjë nuk ka më shumë mërzi Selem se më rrajt. Apo kupton se na po punojna. Na shtipi bjen që
Po punojna për juve, për njerëz që kanë holle, që ju bëhet pa drejtësi, apo kupton edhe në fund me mdol me mrajt nuk është fair. Ana po të kërkaj të falë, thash, më po kam fal se s'te kam ditë që shkan kjo punë. Mu dikush pi banorëve më kanë thonë që ata kanë pagu vet, personalisht, domethënë nuk ka pagu komuna. Ku shukon te une, i di edhe me emna, edhe nuk kam pagu kur gjë, ja u këna lëshu që s'kam pas për me bo mirë. Që s'kam pas ku me flet, janë kanë me grue me fëmije, që me thona, po kuptëm. Edhe cent nuk ju kena marrë, kjo është shumë e vërtet, ja u dëshbaj që është dush. A ka pas me pagu komuna fush Kosovës ajo? Ja, nuk e kom lëshu une për me ma pagu kërkosh, unë e kom lëshu për me bo mirë. Po për shembull Selimi ky i Kuzminit, a ka pagu? Te na Selimi nuk ka pagu. Ka nejt, 1 javë, 2 javë, dhe ju ka bo shtëpia gati, kërkosh s'ka pagu, as për të e asaj vetë. As nuk jena të të mi mora të pare. A im ka thonë që 3 ditë para se me dojtë për atyjt, të motelit i kanë kërku pare dhe ka pagu. A i mërët me thonë, qatë dush, kur të në ti me gjithë Selimin, e merë Selimin, edhe dhe një te une ju pres. Ashtë ta pret me nëzirë në isem, pi komune në isem, që moni me ta t'i shka e shkru në shpenzime sotën, për ndryshë shumë kesh për vjema na i hup edhe nerën, se e kena bo vesh për me bo mirë. As komuna me na i dhona të pore si jem të interesum,